Njihe personalitetin tënd nëpërmjet këtij tregimi. Ishte një njeri I cili merrej me peshkim e si zakon e kishte që të peshkojë natën, por në mëngjes, në kohën e agimit, u ul në bregdere dhe afër tij e gjeti një qese të mbushur me gur. E afroi dorën dhe e mori një gur nga qesja dhe e hodhi në det. E maniti zëri që e lëshoi guri kur ra në ujin e detit. Prapë e mori edhe një gur dhe e hodhi në ujin e detit. Zërat që vinin nga gurët disi e gëzonin peshkatarin. Drita e diellit filloi të paraqitet edhe me të duket edhe qesja dhe peshkatari ta sheh se I ka hedhur të gjithë gurët, përveç se një. Kur lindi dielli, edhe qesja filloi të duket edhe më mirë, dhe kur peshkatari e shikoi mirë gurin, e pa se ai ishte diamant dhe e zbuloi se gjithë ato gur që I kishte hedhur në fakt kishin qenë diamante, e jo gur. Filloi në vete të thotë me keqardhje: sa budalla që jam, I hidhja diamantet duke menduar se janë gur, vetëm që të ngjej kënaqësi nga zëri I tyre. Pasha Allahun, po tua dija vlerën nuk do t'i hudhja në det asnjëherë. U nis për në shtëpi dhe në ftirin e tij shihej keqardhje e madhe. Njihe personalitetin tënd nëpërmjet këtij tregimi. Peshkatari je ti. Qesja me diamant është e jeta jote. Zëri I ujit është e epshi yt dhe andjet e tua. Errësira e natës është e shkujdesja jote ndaj Allahut. Pra ti e humb, e neglizhon dhe e hedh poshtë jetën tënde, dhe veten e çon në shkatrim dhe pikëllim në dunja dhe ahiret, vetëm për të kënaqur me dunjan. E ti je në shkujdesje nga Zoti yt, I cili të furnizon dhe nga ti nuk gjen falëndrim, as në fjalë e as në vepra. Nga tani zgjohu dhe afroju Zotit tënd para se të perëndoj dielli dhe të kaloj koha.